Shumë pak, gazetën shqiptare, një gazetë e pavarur, ka rostisur dite ende, data 23 qershor për vitin 1994. Zhvillimi kryesor që ne do të fokusohemi ka të bëjë me dosjet. Edhe sot e kësaj dite në një farë mënyrë gjithmonë thuhet hapen dosjet e tjerë. Kështu që shohim pak se çfarë ndodhte në vitin 1994 në lidhje me këtë çështje. Ky është shkrimi dhe zhvillimi kryesor në gazetën shqiptare të 23 qershorit për vitin 1994. Të hapen dosjet, por kur e si. Sot një diskutim i madh, të ftuar edhe ekspertë dhe politikanë të huaj, të gjitha partitë kryesore parimisht janë dakord në foto Qendra Ndërkombëtare e Kulturës në Tiranë apo Piramida. Tani dosjet mbi tryez dhe çfarë do të ndodhte. Lustrimi dhe dosjet sekrete. Ky është titulli i një diskutimi të madh që do të fillojë sot në Qendrën Ndërkombëtare të Kulturës, pra tek Piramida, tryeza e Rumbullakët, është organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Fondacioni Soros. Qëllimi i këtij diskutimi është që të sjellë në vëmendjen e opinionit publik çështjen e dosjeve aq të diskutuara në ditët e sotme, i tha gazetës shqiptare Kujtim Çashko, kryetar i Komitetit Shqiptar të Helsinkit në atë periudhë. Ndërsa duke vijuar me gazetën shqiptare, por me të tjera zhvillime, dyshime për 63 ish informator sigurimi alarm në RTV shqiptar. Dhe vijojmë me një protest. Në fakt, Nikel Kobalti paralajmëron grevurie pas falimentimit. Elbasan proteste 600 punëtorëve që kanë mbetur të papunë. Këto ishin zhvillimet në gazetën shqiptare, por zhvillimi kryesor, argumenti për të hapen dosjet, por kur dhe si partitë parimisht dakord dhe do zhvillojë një, le të themi, diskutim i madh, duke përfshirë shumë aktorë dhe faktorë. Rikthehemi në studio për të vijuar me gazetën Koha Jon, po të 23 qershorit të vitit 1994, që në faqet parë, në fakt, paka shumë ka një tjetër argument. Në 94-ën në pushtet ishte Partia Demokratike, Berisha ishte president, kryeministri Aleksandër Meksi në opozit të majtët socialistët, dhe shohim se çfarë shkruajnë faqen e parë të gazetës Koha Jon. Arbnori refuzon mocionin për shkarkimin e Meksit. Pra, Pjetër Arbnori, kryetari i Kuvendit, refuzonte mocionin për shkarkimin e kryeministrit asaj kohe, Aleksandër Meksi. Në këtë mocion të bërë nga të majtët, nga socialistët, ishin përdorur fjalë të pahishme. Socialistët nuk heqin dorë, kërkojnë sërish për shkarkimin e kryeministrit asaj kohe Meksi dhe korrigjojnë fjalorin e përdorur. Një tjetër zhvillim në Shqipëri nuk po krijohet mendësia shtetërore që ta vlerësoj realisht drejtësinë. Një intervistë me Zef Brozin, kryetarin e gjykatës së Kasacionit. Dita e 7 e grevës së urisë e minatorëve të Krastës, nga 5.600 banorë që ka Krasta e Martaneshit, 1.000 vetë nuk janë në marrëdhënie pune. Dhe së fundmi këtë hapësirë, këtë rubrikë do ta mbyllim me zërin e popullit, botimin e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Jemi po në vitin 1994 dhe argumenti i protestës të minatorëve në zërin e popullit ishte si zhvillim kryesor. Jeta e minatorëve në rrezik, Batër, Martanesh, greva e urisë në ditën e 9. Qeveritarëve ju shkëlqen fytyra nga shëndeti dhe nuk i kanë fëmijët pa bukë. Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë mbështet kërkesat e drejta të minatorëve të Batrës. Kush i futi minatorët e Krastës në grevurie, pritet edhe reagimi i qeverisë. Mirë, këto ishin disa nga zhvillimet kryesore me argumentin e ngrevet minatorëve, por mbi gjithë dhe me argumentin e diskutimit për hapjen e dosjeve që bëi pra që në atë periudhë që në 94.